Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi i Krishterë Orthodoks. Në këtë emision do të flasim për të kremten e madhe zotërore që ne presim ta kujtojmë dhe ta përjetojmë këtë të diel, që quhet dhe diela e Pentikostis. Pentikostia, e njohur në shqip si dita dhe e rrëshajave, është një festë shumë e rëndësishme e krishterë në kalendarin liturgjik, që kremtohet 50 ditë mbas ngjalljes së Krishtit ose 10 ditë mbas ngjitjes së Krishtit në qiell ose analipsit. Ajo, si e kremte, përkujton zbritjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt, të cilët ishin mbledhur në Jeruzalem. Dhe kjo na thuhet tek libri i Veprave të Apostujve. Termi Pentikosti vjen nga greqisha që përkthehet 50 ditë ose 50 dhjetoria, ose dhe rrëshajat, një term që përdoret në shqip që do thotë me rrjedh ose derdhje të hirit të Shpirtit Shenjtë mbi apostujt. Kjo ditë është shumë e rëndësishme për ne të krishterët, sepse quhet dhe dita e lindjes së Krishtit, sepse në atë ditë nga predikimi i apostujve në gjuhë të ndryshme, shumë njerëz besuan në Krishtin dhe u pagëzuan. Dhe atë ditë, siç na thuhet tek libri i Veprave të Apostujve, u pagëzuan 3000 veta dhe kështu fillon kisha apostolike, prandaj quhet dhe ditëlindja e kishës. Dhe ne ortodoksët e kremtojmë me madhështi këtë të kremte të madhe me shërbesa mbrëmësore, mëngjesore, liturgji hyjnore dhe të mbas liturgjisë hyjnore në kishat tona ortodokse bëhet dhe mbrëmësoria e madhe e Shpirtit Shenjtë, ku për herë të parë ne gjunjëzohemi dhe bëhet lutje për zbritjen e Shpirtit Shenjtë dhe është dita ku neve përjetojmë zbritjen e Shpirtit Shenjtë mbi apostujt, por që rizbret edhe tek neve. Dhe është një ditë festive e kuqja është një shenjë simbolike e flagëve të Shpirtit Shenjtë dhe është një e kremte që festohet në gjithë kishën ortodokse në mbar botën. Është një festë e lëvizshme sepse varet nga Pashka dhe këtë vit ajo bie në 30 maj. Por çfarë thon etrit e shenjtë në lidhje me Pentikostin? Etrit e kishës e shohin Pentikostin si një nga ngjarjet më të mëdha të krishterimit, sepse aty u shfaq Trinia e Shenjtë, dhe Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Dhe disa nga mësimet kryesore të etërve janë, për shembull Shën Jan Gojart thoshte se apostujt që më parë kishin frikë, pas Pentikostis, u mbushën me guxim dhe urtësi hyjnore për të predikuar ungjillin. Ne dimë që të gjithë apostujt u frikësuan kur Krishti u kryqëzua, por në ditën e Pentikostis ata u fuqizuan nga Shpirti i Shenjtë dhe apostulli Petre, i cili e mohoi Krishtin por u pendua, ai doli përpara turmës dhe predikoi haptas me guxim për Krishtin bashkë me apostujt e tjerë dhe siç tham nga ai predikim apostolik u pagëzuan 3000 veta. Shën Vasili i Madh e përshkruan Shpirtin e Shenjtë si burim drite, shenjtërim dhe bashkim për besimtarët, kurse Shën Jan Theologu e quan Pentikostin plotësimin e premtimit të Isu Krishtit, që tha po ngjiten tek Ati dhe do t'ju dërgoj një tjetër ngushëllimtar, Shpirtin e së vërtetës. Kurse Shën Agustini Hipos thot se ligji ju dha Mojsiut në Sina, ashtu dhe hiri i Shpirtit Shenjtë u dha kishës në Pentikosti. Pra nga ligji i shkruar tek ligji i zemrës. Duhet dim se dita kur zbriti Shpirti i Shenjtë ishte dita ku judenjtë kremtonin zbritjen e ligjit në malin Sina, pra kur ata dolën nga toka e Egjipitit për 50 ditë shkuan në këmbët e malit Sina dhe aty Mojsiu mori nga Perëndia në 2 rasa guri 10 porosit. Por në ditën e 50 mbas ngjalljes së Krishtit kemi përsëri zbritjen e Shpirtit Shenjtë dhe tashmë ligji i Perëndis nuk është i shkruar më në 2 rasa guri, por shkruar në zemrat e besimtarëve. Gjithashtu etrit theksojnë simbolikën e zbritjes së Shpirtit Shenjtë, ai erdhi si një erë e fortë, si gjuhë zjarri, dhe këto patjetër kanë domethënien e tyre edhe si një lloj krisme. Erdhi si erë e fortë me krismën për treguar fuqinë e Perëndis dhe atë që si them frymën e Perëndis që jep jetë. Erdhi si gjuhë zjarri për treguar se Perëndia është zjarr që ndriçon, pastron dhe djeg, dhe në gjuhë të ndryshme, në formën në gjuhëve për thënë që ungjilli duhet përhapet në gjithë gjuhët e botës. Në traditën ortodokse, Pentikostia konsiderohet si shfaqja plot tham e Trinisë së Shenjtë, Ati dërgon Birin,
Biri premton shpirtin e shenjtë dhe shpirti i shenjtë zbret mbi njerëzit, mbi apostujt me fuqi. Kjo ditë pra është dhe një ditë e veçantë sepse e përsërisim është shfaqja e Trinisë së Shenjtë. Në teologjinë e krishterë ortodokse, Pentekostia shihet dhe shfaqja e plot e Trinisë së Shenjtë, sepse në këtë ngjarje vepron tre personat hynor. Ati dërgon shpirtin e shenjtë, Biri Isu Krishti e kishte premtuar ardhin e tij dhe shpirti i shenjtë zbret mbi apostujt me fuqi. Prandaj shumë e tërë të kishës e lidhin Pentekostin, siç thash, me zbulesën e Trinisë së Shenjtë ndaj gjithë botës, dhe në traditën ortodokse shpesh dëgjohet edhe emri e diela e Shën Trinisë, pra për ditën e Pentekostis. Kurse të hënën përsëri kisha mblidhet në kujtim të shpirtit shenjtë, që është personi i tretë i Trinisë së Shenjtë. Dhe një pyetje, Trinia e Shenjtë është një filozofi njerëzore apo një zbulesë hyjnore? Në besimin e krishterë, Shëntrinia nuk konsiderohet filozofi njerëzore, pra nuk u shpik, nuk është një formulë filozofike, por është një zbulesë hyjnore, do me thënë diçka që Perëndia u ka zbuluar njerëzve gradualisht. Etrit e kishte thonë se mendja njerëzore nuk mund ta shpik vetë misterin e Trinisë së Shenjtë, sepse bëhet fjalë për një Perëndi në tri persona, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Shën Grigor Theologu thoshte se në besimin e vjetër shpallet qartë Ati, Biri më në heshtje, në beslidhjen e re u shfaq Biri, ndërsa hynia e Shpirtit të Shenjtë u bë qartë pas Pentekostis. Ndërsa Shën Agustini i Hipos theksonte se Trinia është mister që mund të besohet dhe përjetohet, por nuk mund të shpjegohet plotësisht nga arsyeja njerëzore. Prandaj për Kishën, filozofia mund të ndihmojë në shpjegimin, por burimin e doktrinës së Trinisë së Shenjtë nuk është thjesht njerëzore, është zbulesë e Perëndisë dhe përvojë shpirtërore e Kishës. Por ku janë këto referenca që na flitet në shkrimin e shenjtë për Trininë e Shenjtë? Referencat biblike për Trininë e Shenjtë fillojnë që nga beslidhja e vjetër ose dhjata e vjetër. Në beslidhjen e vjetër, doktrina e plot e Trinisë së Shenjtë nuk është e shprehur qartë, tham, si në beslidhjen e re, por etrit e Kishës shohin gjurmë dhe paralajmërime ose tipe të Trinisë së Shenjtë. Ja të marrim disa fragmente ku na flet për Trininë e Shenjtë. Në librin e parë Zanafillës na flitet për krijimin. Aty na thuhet te kapitulli i parë, vargu 26, për shumësinë e Perëndisë, ta bëjmë njeriu në shëmbulltyrën tonë. Shpjegimi patristik është përdorim ne, pra ta bëjmë ne, që shihet një shenjë e këshillimit hyjnor brenda Perëndisë, pra të tre personave hyjnor të cilët vendosen për krijimin e natyrës njerëzore. Ose kemi një tjetër moment, përsëri tek libri i Zanafillit, kapitulli 18, vargu 1 dhe 2, ku na tregohet për shfaqjen e tre ëngjëve në formën e tre burrave tek Abrahami. Etrit, siç thotë Shën Agustini, e shikojnë këtë si një ikonë simbolike të Trinisë së Shenjtë, si një provë plot që Perëndia është një shumës personas, por patjetër ishte një tip dhe një paralajmërim që do të shfaqej në dhjatën ose në beslidhjen e re. Kemi bekimin e trefisht që Perëndia këshilloi dhe urdhëroi Mojsiun dhe Aronin që të bekonte popullin. Zoti i foli akoma Mojsiut duke thënë: "Folu Aroni dhe bijve të tij dhe thuaj atyre: ja, do t'i bekoni kështu bijtë e Izraelit duke u thënë: Zoti do të të bekojë dhe të ruajt. Zoti do të bëjë që të shkëlqejë fytyra e tij mbi trupin tënd dhe tregohet i mbar me ty. Zoti do të thejë fytyrën e tij mbi ty dhe të sjellë paqen. Kështu do të vënë emrin e tim mbi bijtë e Izraelit dhe unë do t'i bekoj." Forma treshe e bekimit, siç edhe e dëgjuam, shihet si shenjë e strukturës hyjnore që na zbulohet në dhjatën e vjetër. Ose kemi te profeti Isaia, kapitulli 6, vargu 3, kemi se si profeti Isaia dëgjojnë himnin e serafimeve, shenjtë, 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 pra tre herë fjala shenjtë, që është për Trininë e Shenjtë. Ose i shenjtë është Zoti i ushtrive, Zoti Sabaoth. Pra përsëri etrit shikojnë trijeri shenjtë, që është një aludim për Trininë e Shenjtë. Por kemi edhe për shembull dhe tek Psalmi 33 vargu 6, ku na thuhet: "Me fjalën e Zotit u bën qejt dhe me frymën e gojës së tij."
Pra, përmendet fjala ose logosi, biri, fryma rua, që është në hebraisht që do thot shpirt, shpirti i Zotit. Pra, te profeti Isaia përsëri, te kapitulli 48 vargu 16 na thuhet: Afroni tek unë, dëgjoni këtë, qysh në fillim nuk fola në fshehtësi, kur këto fakte ndodhin unë isha atje. Dhe tani Zoti dhe fryma e tij më kanë dërguar. Ky është një nga tekstet më të forta që etrit e përdorin si paralajmërim të trinisë. Pra, të gjithë etrit unë mbështeten tek këto dëshmi të dhjatës së vjetër ku na flet për si them tipe të trinisë së shenjtë. Por, siç tham dhe siç thotë Shën Grigor teologu, beslidhja vjetër flet për trininë në mënyrë të fshehtë, ndërsa beslidhja e re e zbulon qartë. Në beslidhjen e re, trinia e shenjtë shfaqet shumë më qartë dhe etrit e kishës e konsiderojnë këtë si një zbulesë hyjnore të trinisë së shenjtë. Më konkretisht, trinia e shenjtë na shfaqet në pagëzimin e Zotit Krisht në lumin Jordan. E kemi tek ungjillorët, por tek Mateu, kapitulli 3 vargu 16 dhe në vargun 17. Pra, ku na flitet për pagëzimin e Isuit që ishte në ujë, Shpirti i Shenjtë zbret si pëllum dhe vjen zëri i Atit nga qielli, ky është biri i dashur që e kam pëlqyer. Pra, ky është një nga tekstet më të forta në dhjatën e re për të na treguar trininë e shenjtë. Ose urdhrin e pagëzimit që Krishti i tha apostujve tek Mateu, kapitulli 28 vargu 19, na thuhet: Shkoni dhe pagëzoni në emër të Atit, Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Ktu kemi një emër të vetëm. Shkoni pagëzoni në emrin, pra tregon që Perëndia është një, por në 3 persona, Atë, Birë dhe Shpirti i Shenjtë. Pra ky është si them një urdhëres e Zotit që na tregon edhe trininë e shenjtë. Ose e kemi tek letra e apostullit Pavlit drejtuar Korintasve, kapitulli 13 vargu 13. Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e Shpirtit të Shenjtë. Pra, apostulli Pavli përdor Birin, Isuin, Atin që është Perëndia dhe Shpirti i Shenjtë, pra përdor 3 persona në këtë bekim apostolik. Pra, kjo është një nga formulat e vetme liturgjike që ne trashëgojmë nga letrat e apostujve. Ose premtimi i Shpirtit të Shenjtë që na i tha dhe Krishti, e kemi te Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 14 vargu 16. Isu i thot: Dhe unë do t'i lutem Atit, do t'i japi një ngushëllues tjetër, që do të qëndrojë përgjithmonë me ju, frymën e së vërtetës që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e njeh, po ju e njihni, sepse qëndron me ju dhe do të jetë në ju. Pra, Ati dërgon Shpirtin, Biri lutet për të që të vijë Shpirti i Shenjtë, Shpirti Shenjtë vjen si ngushëllimtar. Pra, tregon marrëdhënien e brendshme të trinisë së shenjtë. Kurse shpallje tjetër të Trinitetit dhe kemi edhe tek letrat e apostujve, kemi tek letra e parë apostullit Petrus, kapitulli 1 vargu 2, të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndisë Atit me anë të shenjtërimit të frymës dhe për të bindur dhe për të spërkatur me gjakun Isu Krishtit, hir dhe paqja qoftë me ju. Pra, kemi zgjedhjen e Atit, shenjtërimin e Shpirtit, bindja ndaj Isuit. Ose tek letra e apostullit Pavlit drejtuar Efesianëve, kapitulli 4 vargu 4 deri në 6 na thuhet: Është një trup i vetëm dhe një frymë e vetme, sikurse ju u thirrët në shpresën e vetme të thirrjes suaj. Është një Zot i vetëm, një besim i vetëm, një pagëzim i vetëm, një Perëndi i vetëm dhe Ati i të gjithëve, që është përmbi të gjithë, në mes të gjithëve dhe në ju të gjithë. Pra, kemi një shpirt, një Zot që është Isu Krishti dhe një Perëndi që na flitet për Atin. Shën Athanasi i Aleksandris thekson: Beslidhja e re nuk e fsheh më trinin, por e shfaq në veprim, si në pagëzim, në lutje, në shpëtim. Pra, si përfundim, në beslidhjen e re, trinia nuk është vetëm një shenjë ose një tip, si në beslidhjen e vjetër, por shfaqet qarta në veprën e Isuit, në zbritjen e Shpirtit të Shenjtë dhe në marrëdhënien me Atin. Por dhe një pyetje, ku u vendos termi trini? Sepse termi trini nuk gjendet në Bibël, por është i përdorur në teologjinë e krishterë. Termi trini, që latinisht do thot trinitas, greqisht trias, filloi të përdoret në shekullin e parë të krishtërimit për të shprehur besimin tek Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Një nga përdorimet më të hershme, të njohur me termin grek trias, lidhet me Theofilin e Antiokis, flasim në shekullin e dytë, rreth viteve 180 mbas Krishtit. Ai përdor termin për Perëndin, Atin, fjalën për Logosin,
dhe po ashtu përdor dhe për Shpirtin e Shenjtë dhe përdor për Trinin e Shenjtë termin Trinitas ose Trini. Më vonë e kemi tek Tertuliani, shekulli 2-3, përdori termin latin Trinitas. Ai formuloi shprehjen e fashme, një substancë, një esencë në 3 persona. Kjo bë shumë e rëndësishme në zhvillimin e teologjisë së krishterë që është e bazuar e themelosur mbi Trinitetin. Pra, nuk më themi se u shpik atëre doktrina, sepse kisha nuk shpiku doktrinë, por kjo ishte një doktrinë e zbuluar në dhjetën e vjetër dhe si shtam në dhjetën e re, po termi Trini u përdor më vonë për të shpjeguar besimi tek Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, dhe që si thash është i dokumentuar në shkrimin e Shenjtë. Pra, doktrina konsiderohet apostolike, terminologjia u zhvillua gradualisht për të mbrojtur dhe sqaruar besimin kundër interpretimeve të ndryshme ndaj Perëndisë trinjësore, Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë. Por del një pyetje, pse Perëndia është 3 dhe nuk është 2 ose 1? Në teologjinë e krishterë, Trinia e Shenjtë nuk shpjegohet si një zgjedhje filozofike, por si një mënyrë se si Perëndia është zbuluar tek njerëzit. Krishterimi mban 2 pohime njëkohësisht. Perëndia është një qenie hyjnore dhe ekziston në 3 persona: Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Kjo mbështetet në fjalën e Jezu Krishtit, në përvojën e apostujve dhe në ardhin e Shpirtit të Shenjtë në ditën e Pentekostit. Për shembull, Bibla thot tek Ligji i Përtërir, kapitulli 6, vargu 4, Zoti Perëndia ynë është një. Por gjithashtu, tek Ungjilli sipas Mateut, te fjalët e Krishtit, kapitulli 28, vargu 19 na thuhet në emrin e Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Etrit e kishës thonë se Ati nuk është Biri, Biri nuk është Shpirti, por të 3 kanë të njëjtën natyrë hyjnore, homoousia ose të bashkëqënshëm. Shën Agustini i Hipos e lidh këtë me dashurinë. Ati dashuron, Biri është i dashuri, Shpirti i Shenjtë është lidhja e dashurisë. Pra, sipas teologjisë së krishterë, Perëndia është Trini sepse dashuria dhe bashkësia ekzistojnë përgjithsisht në vetë qenien e tij, dhe kështu zbuluar nga Perëndia, jo e shpikur nga njerëzit. Kisha gjithashtu pranon se kjo mbetet mister. Pra, Trinia e Shenjtë është një mister, se si kemi një Perëndi, një qenie hyjnore në 3 persona, diçka që mund të besohet dhe pjesërisht të kuptohet, por jo të shpjegohet plotësisht nga logjika njerëzore. Etrit e kishës nuk e shpjegojnë Trinin e Shenjtë si një numër të zgjedhur rastësisht, sikur Perëndia mund të ishte 1, 2 apo 3. Ata thonë se Perëndia është ashtu siç është zbuluar ai vetë. Sipas tyre, pra ata shpjegojnë se një person i vetëm nuk do shpjegonte marrëdhënien që Jezu Krishti ka me Atin dhe me Shpirtin e Shenjtë në Ungjil. 2 persona do krijojnë një dualitet pa plotësinë e bashkësisë dhe dashurisë së përsosur, ndërsa 3 persona shprehin unitetin, marrëdhënien dhe plotësinë e jetës hyjnore. Shën Grigor Theologu thoshte: nuk arrit mendoj njëshin pa u ndriçuar nga treshi, dhe nuk arrit ta ndaj treshin pa u kthyer tek njëshi. Kjo do të thotë Perëndia është një në esencë, por i gjallë në marrëdhënie të përjetshme dhe në 3 persona. Shën Vasili i Madh shpjegon se Ati është burimi pa fillim, Biri lindi prej Atit, Shpirti i Shenjtë buron prej Atit, por pa ndarje dhe pa 3 Perëndi. Ndërsa Shën Agustini e lidhe Trinin me mendjen, njohjen, dashurinë si një gjurmë e Trinisë në shpirtin njerëzor. Pra dhe ne jemi krijuar sipas ikonës së Perëndisë dhe kemi pra atë modelin e Trinisë brenda vetes sonë. Etrit theksojnë se numri 3 nuk është një simbol matematikor, por mënyra konkrete e zbulesës së Perëndisë në histori. Ati dërgon, Biri mishërohet, Shpirti i Shenjtë shenjtëron. Prandaj ata nuk pyesin pse jo 2, por si është zbuluar Perëndia, dhe përgjigjja e tyre ishte si Atë, Bir, Shpirti i Shenjtë në unitet të përsosur. Por le të bëjmë një pyetje tjetër. A ekzistojnë shembuj në natyrë për Shën Trinin? Etrit e kishës dhe teologët kanë përdorur disa shembuj nga natyra për ndihmuar të kuptohet pjesërisht Trinia e Shenjtë
nga këta shembuj natyror, por gjithmonë theksojnë se asnjë shembull nuk shpjegon plotësisht misterin. Ja disa nga më të njohur që përdorin etrit dhe teologët. Për shembull dielli vetë si një lëmsh, drita dhe nxehtësia. Kjo përdoret për treguar se si kemi një diell, por në 3 shfaqje, pra kemi diellin si lëmsh, diellin si dritë, diellin si nxehtësi. Po le të përdorim dhe një tjetër shembull, ujin e kemi në 3 forma, uji i lëngshëm, i akull dhe avull. Pra, ideja një substance, por në forma ndryshme. Po përsëri etrit nuk mbështetet shumë te ky shembull, sepse mund të krijojë idenë e gabuar që Perëndia shfaqet në 3 forma dhe jo në 3 persona të dallueshëm nga njëri tjetri. Ose si tha dhe Shën Agustini, mendja njerëzore, njohja e vetes dhe dashuria që janë te njeriu që e përbëjnë atë që quhet qenie njerëzore. Dhe atë që uniteti i njeriu. Ose kemi tek familja baba, nën, fëmijë, të cilët krijojnë unitetin e familjes, por që përbëhen nga 3 persona të ndryshëm. Por shembull gjithmonë natyror kanë kufizime, sepse edhe ky shembull që përmendën, këta janë 3 individ të ndryshëm, ndërsa në trini flitet për një natyrë të vetme hyjnore. Përfundimi i etrave, siç thotë Shën Grigori, thekson se çdo shembull njerëzor thyet në një moment, sepse Perëndia nuk është krijesë. Prandaj shembujt ndihmojnë imagjinatën tonë, por trinia e shenjtë mbetet mister që kuptohet kryesisht me besim dhe përvojë shpirtërore, jo vetëm me logjik. Por le t'i japim edhe një pyetje dhe një përgjigje. Çfarë është jeta e brendshme dhe veprimi i Trinisë së Shenjtë? Sipas etrëve të Kishës, jeta e brendshme e Trinisë së Shenjtë dhe veprimi i saj në botë nuk janë 2 gjëra të ndara, por një realitet i vetëm që shfaqet në mënyra të ndryshme. Jeta e brendshme e Trinisë në vetvete e përshkruajnë etrit si Ati, burim pa fillim, biri që mishërua dhe u quajt Isu Krisht, i lindur përjetësisht nga Ati përpara gjithë jetëve, dhe Shpirti i Shenjtë që buron nga Ati. Kjo është jeta e brendshme e Trinisë. Shën Grigori, teologu, thekson se këta nuk janë 3 perëndi, por 3 persona në një natyrë të vetme hyjnore që jetojnë në dashuri dhe unitet të përjetshëm. Shën Jan Damaskini, një teolog i famshëm, e quan këtë bashkësia e përjetshme, dashurie brenda Perëndisë. Pra jeta e brendshme e Trinisë është dashuri e përjetshme, komunikimi përsosur, unitet pa ndarje. Por le të flasim dhe veprimi i Trinisë në botë, ose ekonomia e shpëtimit. Etri thonë se ajo që ndodh brenda Perëndisë shfaqet dhe jashtë Perëndisë. Ati krijon dhe dërgon, biri mishërohet dhe shpëton botën, Shpirti i Shenjtë shenjtëron dhe jep jetë shpirtërore. Në Pentikosti, veçanërisht, Shpirti i Shenjtë zbret mbi apostujt dhe këtu fillon jeta e Kishës në botë. Pra mbretëria e Perëndisë që është në qiell shfaqet edhe në botë. Por si lidhen këto 2 realitete? Shën Vasili i Madh tek shpjegon se veprimi i Perëndisë në botë, krijimi, shpëtimi, shenjtërimi, është gjithmonë veprimi i Trinisë së Shenjtë si një e vetme. Pra, nuk veprojnë 3 zota veç e veç, por një Perëndi i vetëm në 3 persona. Kështu që përmbledhja e etrave është se brenda Trinisë dashuri dhe jetë e përjetshme, dhe në botë kemi krijim, shpëtim dhe shenjtërim. Në Kishë kemi përjetim i Shpirtit të Shenjtë dhe bashkim me Perëndin. Pra, kështu mund t'i kuptojmë jetën e brendshme të Perëndisë dhe veprimin trinisor të Perëndisë për shpëtimin e njeriut dhe të botës që gjendet në Kishë. Si e shpëton Perëndia trinitare njeriun dhe botën që në mëkat. Sipas etrëve të Kishës, Trinia e Shenjtë shpëton dhe shenjtëron njeriun jo si 3 veprime të ndara, por si një veprim i vetëm hyjnor që del nga dashuria e Perëndisë. Ky veprim shpesh shpjegohet si ekonomia e shpëtimit. Mënyra si Perëndia vepron në historinë njerëzore, si shpëton Ati, pra Ati është burimi i krijimit, ai që dëshiron shpëtimin e botës. Ai krijon njeriun, nuk e braktis pasrënies dhe dërgon birin për shpëtim. Pra ideja e etrave është shpëtimi fillon nga dashuria e Atit. Si shpëton biri, Isu Krishti, pra biri dhe fjala e Perëndisë që bëhet bir njeriu. Bëhet njeri në mishërim, jeton mes njerëzve, vdes si njeri dhe ringjallet si Perëndi njeri. Sipas etrave, ai merr mbi vete mëkatin dhe vdekjen dhe i mund ato për njeriun. Shën Athanasi
i Aleksandris thoshte, Perëndia u bë njeri që njeriu të bëhet hynor. Pra biri hap rrugën e shpëtimit, bashkon njeriu me Perëndin. Si shenjtëron Shpirti i Shenjtë? Shpirti i Shenjtë vjen në kish në ditën e Pentekostis, banon në zemrat e besimtarëve, i shenjtëron nga brenda. Ai jep hir, pastron zemrën, forcon besimin, krijon unitetin e kish. Si veprojnë së bashku Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë për shpëtimin e njeriu dhe të botës? Etrit theksojnë, Ati dërgon, Biri realizon shpëtimin, Shpirti i bën të jetueshëm në njeriu, pra është shpëtimin e Perëndis. Pra, nuk ka 3 shpëtime të ndryshme, por një shpëtim i vetëm në 3 mënyra veprimi. Për botën, sipas etërve, krijimi i ruhet nga Ati, shpëtohet nga Biri, shenjtërohet dhe gjenerohet nga Shpirti i Shenjtë. Kjo çon në kthimin e njeriu në bashkësi me Perëndin dhe restaurimin e gjithë krijimit. Pra, kemi një përmbledhje të thjeshtë. Ati dëshiron dhe nis shpëtimin. Biri e realizon shpëtimin në histori. Shpirti i Shenjtë e sjell shpëtimin brenda njeriu. Në teologjinë e krishterë, përgjigjja klasike është shpëtimi vjen nga Trinia e Shenjtë dhe nuk ekziston i ndarë prej saj, sepse vetëm Perëndia është burimi i shpëtimit. Pra mënyra si e shpjegojnë etrit e kishës ka disa shtresa. Parimi bazë, shpëtimi është gjithmonë veprimi i Perëndis, Ati e dëshiron shpëtimin, Biri Isu Krishti e realizon, Shpirti i Shenjtë e jep dhe bën të jetueshëm në njeriu. Pra në kuptimin e brendshëm të kishës nuk ka shpëtim jashtë Perëndis dhe Perëndia është Trini tham. Po çfarë mund ndodh me njerëzit që nuk njohin Trinin? Etri nuk japi një përgjigje të thjeshtë, por ose jo, ata thon disa gjëra të rëndësishme. Perëndia është i drejtë dhe i mëshirshëm njëkohësisht. Ai vepron dhe në mënyra që njeriu nuk i njeh plotësisht. Shën Justin Martiri thoshte se kush jeton sipas logosit, fjalës së Perëndis, në një farë mënyrë është i lidhur me Krishtin dhe pa u njohur emrin e tij. Pikpamja e etrëve më vonë, si Shën Irineu, Ilioni theksonte, Perëndia punon në gjithë historinë njerëzore, shpëtimi është gjithmonë nga Krishti dhe kur njerëzit nuk e kuptojnë plotësisht. Çfarë do thotë kjo praktikisht? Sipas mendimit tradicional, shpëtimi nuk është sistem fetar, por bashkim me Perëndin dhe Perëndia nuk kufizohet nga mosnjohja njerëzore. Dhe një përmbledhje e thjeshtë është, në teologjinë e krishterë, shpëtimi vjen vetëm nga Perëndia, i cili është Trini, jashtë tij nuk ka burim tjetër shpëtimi. Pra mënyra si Perëndia vepron te njerëzit nuk kufizohet vetëm nga njohja e tyre e plot, por Perëndia është ai që i shfaqet njeriu në Trinin e tij, Ati me anë të Birit nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë. Por le të flasim edhe për diçka tjetër, kush janë herezit për Shën Trinin? Në historinë e krishterimit, për shkak të mungesës arsyetimit njerëzor, janë dhënë shumë mësime që janë konsideruar herezi dhe nuk pajtoheshin me besimin e kishës në lidhje me Trinin e Shenjtë ose me zbulesën e Trinisë së Shenjtë në 3 persona hyjnor, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Po le të përmendim disa nga këto herezi. Herezit më të lashta janë arianizmi, që mohonte hyjninë e plotë të Isu Krishtit, thoshte se Biri është krijes, jo i përjeshëm si Ati, pra mohonte Trinin e Shenjtë. Kemi sabelianizmi ose modalizmi, thoshte se Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë vetëm role të ndryshme të një personi të vetëm, por jo 3 persona, por që ndryshon maska. Kisha e refuzon këtë herezi sepse shkatron dallimi rreth 3 personave hyjnor. Kemi maqedonianizmi ose pneutomakët, që mohonte hyjninë e plotë të Shpirtit të Shenjtë, e konsideronte Shpirtin e Shenjtë si më të ulët ose krijes, energji. Dhe u dënua si herezi nga kisha sepse Shpirti i Shenjtë nuk është energji, nuk është krijes, por është personi tret i Trinisë së Shenjtë, Perëndi prej Perëndie. Kemi tritheizmi. Mësonte se Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë 3 perëndi të veçanta dhe kjo humbet unitetin e Perëndisë. Kemi herezin subordinacionizmi, vendos Birin dhe Shpirtin në nivel më të ulët se Ati në natyrë hyjnore. Kemi një tjetër herezi, adoptianizmi, thoshte se Isu Krishti nuk është natyrë hyjnore, por u birësua, pra në thonjza nga Perëndia. Pra këto janë herezit e lashta që mund të kenë ardhur edhe në ditën e sotme në lidhje me Trinin e Shenjtë, pra mësime të gabuara që kisha i ka kundërshtuar dhe i ka dënuar në sinodet ekumenike dhe në mësimet e etërve. Shën Athanasi i Aleksandris ishte një nga mbrojtësit kryesorë të besimit trinisor dhe thoshte: Biri është i një substance me Atin, Shpirti është plotësisht hyjnor dhe Perëndia nuk është i ndarë. Ideja kryesore është se gjitha këto herezi lindën nga 3 gabime kryesore.
ose humbin unitetin e Perëndis, ose humbin dallimin e personave, ose zvogëlojnë hynin e Birit ose Shpirtit. Po kush janë sot debatet teologjike? Sot çështjet që lidhen me Trininë e Shenjtë nuk diskutohen më si shekulli i parë, por si dallimi interpretimi midis traditave të krishterëve dhe debateve teologjike moderne. Brenda krishterimit sot, që është ortodoks, katolik dhe protestant, në përgjithësi këto janë tre degët kryesore, e pranojnë Trininë e Shenjtë, pra pranojnë Atin, Birin dhe Shpirtin e Shenjtë, që është një Perëndi i vetëm. Por herezitë e vjetra si arianizmi, sabelianizmi, tritheizmi nuk pranohen nga krishterimi kryesor sot. Por ka disa dallime përsëri. Një ndër dallimet është filioku, një herezi që filloi që në shekullin e 6 në Spanjë, pastaj u pranua dhe sot është në kredon e kishës romano-katolike, por dhe shumë protestant ose grup protestant thonë se Shpirti del edhe nga Biri, filio. Ortodoksët nuk e pranojnë këtë, sepse ata pranojnë atë çfarë tha Krishti, që Shpirti i Shenjtë buron nga Ati, pavarësisht se dërgohet në botë nëpërmjet Birit. Ky është një debat i madh teologjik, historik, një herezi për kishën ortodokse dhe është një nga ato, si them, ngërçe teologjike që të dy kishat ortodokse dhe romano-katolike janë dhe sot e kësaj dite të ndara. Pra, këto janë debatet që diskutohen sot në lidhje me Trininë e Shenjtë brenda krishterimit ortodoks, katolik dhe protestant. Por kemi edhe grupe të ashtuquajtura të krishtera, por që nuk janë të krishtera, të cilët mohojnë Trininë e Shenjtë, siç janë grupet Jehova, por që krishterimi i quajnë antikrist, sepse ata nuk pranojnë hyjnin e Krishtit, dhe grupe tjera të cilat përsëri mohojnë Trininë e Shenjtë, që krishterimi që pranon Trininë e Shenjtë është kundër tyre dhe është i ndarë. Por kush janë tre gabimet që bëjnë njerëzit kur duan të shpjegojnë Trininë? Gabimi kryesor janë një person me tre role, që humbet dallimin Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, tre perëndi të ndara, që humbet uniteti, dhe shembujt fizik të gabuar që e reduktojnë misterin në botën materiale. Prandaj ideja e etreve është, dhe ata theksojnë gjithmonë, Perëndia është një në natyrë dhe tre në persona, por kjo nuk është diçka që mund shpjegohet plotësisht me modele njerëzore. Dhe si përfundim të bisedës, le të flasim edhe për judenjt dhe muslimanët të cilët nuk pranojnë Trininë e Shenjtë, pavarësisht se janë fe monoteiste. Në judaizëm, besimi qendror është Perëndia është absolutisht një dhe i pandar, pra është një monoteizëm i rrept. Teksti bazë për ta është dëgjoj Izrael, Zoti është një. Për këtë arsye, çdo ide që duket sikur ndan Perëndin në persona të ndryshme shihet si problematike, shihet si herezi dhe është një nga kundërshtimet që judenjt bën edhe ndaj Krishtit, prandaj që edhe arsyeja që e kryqëzuan Krishtin sepse ai quhej një blasfemus, sa ai fliste për një dualizim të Perëndisë, pra fliste për Perëndin, Atin dhe për veten e vet si Perëndi. Por ata nuk e pranuan, edhe sot e kësaj dite nuk e pranojnë. Edhe në Islam, po ashtu theksohet monoteizmi i fortë, Allahu është një, i vetëm, i pandashëm. Kurani thekson, ai është një, Allahu i vetëm. Për këtë arsye, ideja e Trinisë shihet si e papranueshme sepse mund të kuptohet si ndarje e Zotit dhe me shumë persona dhe shikohet si një mëkat blasfemos. Por, si e shpjegon krishterimi? Krishterimi thot, nuk bëhet fjalë për tre perëndi. Prandaj është një keq kuptim si nga judaizmi dhe nga islami, por për një perëndi të vetëm në tri persona. Pra, sipas teologjisë së krishterë, uniteti nuk prishet sepse Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë ndajnë të njëjtën natyrë hyjnore, të bashkë të qëndshëm, homoousia. Arsyeja kryesore e mospranimit në thelb, dallimi nuk është thjesht logjik, por interpretimi i ndryshëm i zbulesës dhe kuptimi i ndryshëm i monoteizmit. Judaizmi dhe Islami theksojnë Zoti është një pa dallime të brendshme. Krishterimi thekson Zoti është një, por me jetë të brendshme marrëdhënie. Pra, në përmbledhje, judaizmi dhe Islami nuk e pranojnë Trininë e Shenjtë sepse e shohin si të papajtueshme me monoteizmin e tyre të rreptë, ndërsa krishterimi e kupton si një mënyrë të brendshme ekzistencë të një perëndie të vetëm. Pra, krishterimi është monoteist, nuk ka tre perëndia, ka një perëndi, një qenie hyjnore, por në tri persona. Ati, që nuk ka fillim dhe mbarim, Biri i lindur nga Ati përpara gjithë jetëve dhe Shpirti i Shenjtë që buron nga Ati me burim të përjetshëm. Pra këtu nuk kemi
tre perëndi, kemi një perëndi. Kjo është arsyeja që kur ne bëjmë shenjën e kryqit, marrim dorën e djathtë dhe tre gishtat e parë simbolizojnë Atin, Birin dhe Shpirtin Shenjtë. Por ne i bashkojmë për treguar nuk kemi tre perëndi të ndara, po kemi një perëndi dhe themi në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Pra me këtë shenjë ne pohojmë Trininë e Shenjtë dhe dy gishtat e tjerë tregojnë që Biri dhe fjala e Perëndisë u bë bir, njeriu, një person me dy natyra hyjnore dhe njerëzore. Pra, ky simbol i bërjes së kryqit nga ne ortodoks tregon misterin e Trinisë dhe kristologjisë. Të dashur të krishterë, neve besojmë në Perëndin triadik, jo se kjo është filozofi, jo se është sajes, aq më tepër jo e herezi, kjo është një zbulesë hyjnore, jo nga njerëzit, po nga vetë Biri dhe fjala e Perëndisë që u bë bir njeriu dhe na zbuloi për Atin, na zbuloi për Birin, na zbuloi për veten e vet, pra na zbuloi edhe për Shpirtin e Shenjtë. Dhe në ditën e Pentikostis, që është dita ku Shpirti i Shenjtë zbriti me fuqi, atëherë u zbulua i tërë misteri i Trinisë së Shenjtë dhe ky është misteri bazë i besimit tonë krishter ortodoks, ashtu siç tha dhe Krishti. Shkoni dhe predikoni dhe pagëzoni në emër të Atit, të Birit edhe të Shpirtit Shenjtë. Amin. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, për të përshëndetur njëri tjetrin për shumë vjet ditën e Pentikostis ose të Trinisë së Shenjtë dhe në ditën e hënë ne përsëri mblidhemi në kish në përkujtim të Shpirtit Shenjtë. Lavdi Atit, Birit dhe Shpirtit Shenjtë tani e për erë e një jetë jetëve. Amin. Mirupafshim në takimin tjetër.